Në atmosferën festive të aktiviteteve që shënojnë për vjetorin e shpalljes së Krajinës Autonome të Korçës, Këshilli i Qarkut Korçë organizoi ceremoninë e ndarjes së certifikatave të vlerësimit për 17 artistë të shquar të skenës muzikore, të cilët me talentin dhe krijimtarinë e tyre kanë pasuruar jetën kulturore të qytetit dhe mbar qarkut. Gjatë aktivitetit u vlerësuan muzikantë, këngëtarë dhe artistë të rinj të afirmuar, të cilët përgjatë viteve kanë kontribuar në ruajtjen dhe zhvillimin e traditës muzikore. Si një familje madhe, sepse më ka hapur derën për bashkëpunime për të treguar vlerat e kostumografisë, etnografisë dhe me gjarë. Faleminderit dhe kjo për mua është një përgjegjësi për të vazhduar punën time dhe për kontribut për qytetin. Ndihem shumë e lumtur, edhe dua të them që rruga e këngës time ka filluar që fëmijë. Edhe si këngëtare, rrethje ndërkombëtare jam zbuluar nga Josif Minga dhe Pavlo Sholla. Ka marrë pjesë në 5 festivale folklorike, 4 në Gjirokastër dhe 1 në Tiranë. Ka marrë goxha vlerësime, jam nderuar me çmime të mëdha. Ka marrë pjesën për të gjithë festivalet dhe brenda këtu dhe në festivalet kombëtare në Berat, në Gjirokastër. Dhe ndjej kënaqësinë më të madhe dhe sot jam shumë i kënaqur nga ana ime që më dhanë certifikatën e mirënjohjes dhe do mundohem edhe në këtë moshë, se mosha bën të sajnë, do mundohem që të jap akoma kontributin tim. Në fjalën e tij përshëndetëse, kryetari i Këshillit të Qarkut, Petrika Tollkuçi, theksoi se këta artistë përfaqësojnë zërat dhe ritmet që e bëjnë Korçën një qendër të rëndësishme kulturore në nivel kombëtar.